Teksa nafta është temë kryesore diskutimi përgjatë javëve të fundit, a e dini se Shqipëria planifikon krijimin e rezervave të naftës? Ka qenë Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi, i cili gjatë një takimi me furnizuesit e naftës ka rikthyer në vëmendje nevojën për ngritjen e rezervave strategjike të hidrokarbureve në vend. Sipas tij, ky është një hap i domosdoshëm për të rritur sigurinë energjetike dhe për të mbrojtur tregun vendas nga luhatjet e forta të çmimeve ndërkombëtare. Por çfarë parashikon ky projekt ligj? Në thelb, projekt ligji synon krijimin e rezervave të mirëfillta strategjike të naftës, të ngjashëm me ato të Bashkimit Evropian. Ai parashikon ngritjen e një agjencie të posaçme shtetërore, e cila do të jetë përgjegjëse për krijimin, administrimin dhe përdorimin e këtyre rezervave në raste emergjencash. Sipas draftit, Shqipëria do duhet të mbajë një rezervë minimale që mbulon deri në 90 ditë furnizim, në linjë me standardet e Bashkimit Evropian. Kjo rezervë mund të përbëhet si nga nafta bruto, ashtu edhe nga nënproduktet e saj, dhe do të përdoret vetëm në raste krizash që rrezikojnë furnizimin e tregut vendas. Element kyç është mënyra menaxhimit. Rezervat do të administrohen kryesisht nga shteti përmes kësaj agjencie, por me përfshirje edhe të sektorit privat. Në versionet e mëhershme të draftit, që prej vitit 2019, parashikohej një ndarje e barrës, ku një pjesë e rezervës mbahej nga kompanitë dhe një pjesë ka enti publik. Por ky diskutim nuk është i ri. Përpjekjet për krijimin e rezervave të naftës në Shqipëri datojnë që prej vitit 2019, kur u hodhën për herë të parë idetë konkrete për ndërtimin e kapaciteteve magazinuese dhe përcaktimin e kuadrit ligjor për menaxhimin e tyre. Megjithatë, procesi ka hasur vonesa për shkak të mungesës së infrastrukturës së përshtatshme, kostove të larta dhe vështirësive në koordinim me operatorit privat. Së fundmi, zhvillimet në tregjet ndërkombëtare të energjisë, të nxitura nga kriza gjeopolitike dhe paqëndrueshmëria e çmimeve, kanë rikthyer urgjencën për të avancuar këtë projekt. Por, mbetet për të parë nëse ky projekt do të arrijë të realizohet, apo do të mbetet ende një draft i hapur për konsultim publik.